Në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, që dje, me njërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërprerë dhe ka pezulluar të gjitha përgatitet që lidhen me procesin zgjedhor në Bashkinë e Tiranës, dhe ndërkohë vazhdon normalisht procesi i përgatitjes së procesit zgjedhor dhe të zgjedhjeve të themi për 5 bashkitë e tjera. Çdo veprim i KQZ-s, si çdo lloj natyre apo angazhimi tjetër, i cili lidhet me përgatitjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, është pezulluar që ditën e djeshme, që do thotë në datën 9 nëntor, është e sigurt që do të zhvillohen zgjedhjet për 5 bashkitë e tjera, për ashtu Bashkinë e Tiranës, pra për Bashkinë e Vlorës, Beratit, Tepelenës, Cërrikut dhe Matit. Po. Në kapacitetin tim si komisioner shtetëror për zgjedhjet, mendoj që vlen të them sa do të vijojnë. Gjykata kushtetuese ka caktuar datën 31 për të vendosur mbi këtë çështje, që mund të jetë vendimi përfundimtar në datën 31, mund të jetë datën 1, 2, 3, këtë nuk e dim akoma dhe është çështje komplet e gjykatës kushtetuese. Mund të flas për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe duke folur për atë se çfarë do duhet të bënte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mund të them vetëm kaq që do duhet ta them qartë këtë që nuk është çështje e ditëve, janë 7 ditë apo 6 ditë, sepse gjykata kushtetuese është në lirinë e vet që ta kishte shqyrtuar çështjen nesër, pas nesër, sikurse ta shqyrtoi edhe pas datës 31 tetor. Data 31 tetor nga pikpamja e asaj se çfarë mund të prodhoj si pasojë juridike, nuk lidhet me datën në vetvete. Domethënë, nëse ne do kishim nesër vendimin e gjykatës kushtetuese, do të kishim një opinion tjetër si KQZ. Meqense kemi në datën 31, apo nëse do kishim në datën 2 procesin e vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, do duhet të kishim një opinion tjetër. Procesi i përgatitjes së zgjedhjeve është një proces i cili kërkon natyrisht bazuar në kodin zgjedhor një periudhë kohe të caktuar, dhe në rastin e zgjedhjeve të pjesshme, në kodin zgjedhor është përcaktuar qartë që zgjedhjet nuk mund të zhvillohen më parë se 30 ditë nga momenti kur është njoftuar vakanca dhe jo më vonë se 45 ditë nga ky moment. Por asesi kjo nuk do të thotë që në mungesë të këtyre 30 ditëve kjo bën të pamundur zhvillimin e procesit zgjedhor edhe në Bashkinë e Tiranës në datën 9. Nuk është vetëm kjo. Procesi përgatitor i zgjedhjeve në njësi zgjedhore të caktuar të qeverisë vendore nuk lidhet thjesht dhe vetëm me zhvillimin e fushatës zgjedhore. Por ajo që është më rëndësishme është gjithë pjesa tjetër. Pra, procesi i përgatitjes së listës së zgjedhësve, shpallja e listës së zgjedhësve, e drejta e qytetarëve dhe të votuesve për të njohur me përmbajtjen e listës së zgjedhësve, për të ankuar mbi atë se çfarë përmban lista e zgjedhësve. Është procesi i përgatitjes e ngritjes së komisioneve zgjedhore. Procesi i regjistrimit të koalicionit të atyre partive që janë regjistruar si subjekte zgjedhore. Pastaj vjen në radhë procesi i regjistrimit të kandidatëve. Është procesi i miratimit të fletës votimit, i prodhimit të fletës votimit, pra janë disa të drejta që secili prej këtyre subjekteve të cilat unë listova, i kanë të garantuara nga kushtetuta dhe nga kodi zgjedhor.